Ndonë se shtohet toleranca ligjore për kundërvajtjet në trafik të regjistruara përmes kamerave të Safe City. Vigjilenca e lartë për mos t'u gjobitur ka shkaktuar kolona nëpër kryeqytet. Madje në çdo semafor sapo të fillojë të lëvizë ngjyra e gjelbërt, vozitësit frenojnë. Makinat më të vjetra që nuk kanë matës digjital, po vozisin edhe më ngadalë se 30 km/h, ndonë se shenja e lejuar nëpër qytetin e Shkupit është 50 km/h. Në ditën e dytë të zbatimit të Safe City në kryeqytet, por edhe në dy qytete tjera, Kumanov dhe Tetov, lëvizja në trafik është më e kujdesshme, më të ngadalt, por duke qenë se vetëm kamerat të kaltërtat, të cilat janë të vendosura këtu pas meje, aktivizohen në 4 lloje të kundërvajtjeve, qytetarët i kanë gatruar dhe mendojnë se të gjitha kamerat e vendosura nëpër shtyllet të rrugëkryqeve, siç janë edhe ato të bardha të vogla të Byros për Siguri Publike, por ato nuk janë në funksion të Safe City. Nga Ministria e Brendshme thonë se qytetarët duhet ta perceptojnë se Safe City është për të rritur sigurinë në trafik, por sigurisht që radarët mobil me automjetet policore do të vazhdojnë të funksionojnë. Ministri Toshkovski thotë se nga test periudha është ulur dukshëm vdekshmëria dhe numri i aksidenteve. Вие тие кои што ги намаливте бројот на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди отприлика за околу 35% на територија на СВР Скопје и вие сте тие кои што го намаливте бројот на смртни случаи во рамки на настанати во рамки на сообраќајни незгоди од 11 на 4. Ве честитам за сето ова со имплементирање на овој проект. И еве од првиот ден, од првите неколку сати во рамки на неговото имплементирање, покажуваме дека сме можеле европските вредности да ги имплементираме во Македонија и сме можеле да покажеме еден поинаков пристап за разлика од претходно. Ви честитам од срце. Me rregulloren e re që hyri në fuqi nga dje llogaritet një tolerancë prej 12% nga kufizimi i shpejtësisë. Rregulloria që u përcaktua nën jurisdiksionin e Ministrisë së Energjetikës, përkatësisht nga Byroja e Metrologjisë, tregon se nëse drejtoni një automjet ku kemi një shenjë 30 km/h me 36 km/h, kamera nuk do t'ju regjistroj për një shkelje të trafikut, por do t'ju regjistroj nëse lëvizni nga 37 km/h e më sipër. Nëse drejtoni automjetin ku lejohet shpejtësia deri në 50 km/h me 51, kamera do t'ju regjistroj dhe do t'ju dërgoj një mesazh paralajmërues, por gjobat regjistrohen vetëm nëse vozisni me 60 km/h e sipër. Atje ku kemi limitin prej 100 deri në 130 km/h, kamerat do t'ju identifikojnë me një tolerancë prej 12 km/h. Kështu që në 100 km/h blitz radari aktivizohet me 113 km/h e më shumë.